This man once said, at True Podcast Media. Shohin kryetarin e bashkisë 800.000 rroba, or zotëri me 800.000 vishet këtë kuksi. Ta them sinqerisht mor. Me 800.000 vishet këtë kam zamër valla. Fillimet e para të mia është edhe bukur për ta thënë, po realisht është e vërtetë. Po shkonim për të bërë një takim në një fshat në Tërshen, në Kukës. Ajo rruga ishte të mërshme për të shkuar atje. Vetëm udhia. Ore, makinë 4 orë me shkuj njërë ishte të mërshme. Unë vija nga drejtori i policisë i Shkodrës dhe nuk e kisha idenë e politikës, pejna rastisht politik, edhe i tha, çfarë do bëhet me këtë rrugën? Tha, s'pat kjo, tha, po ti premtoje. E pash një herë, thash. Ore, unë nuk mundem ta premtoj këtë rrugë, thash. Kur shkoj atje ishin pak shtëpia, po kisha edhe një mbes timen atje. Dolën ata dhe më thanë, o kandidat, tha, çfarë do bësh për këtë rrugën? I thash, nuk bëhet. Ky kryetari mbra me kam, kështu si çfarë po thua se na fike skemën. Po. Thash, nuk bëhet, thash, më shumë levërdim ju marr ju 20 shtëpi që jeni, me u abon nga një shtëpi të re në Kukës, se me rrugën. Po. Më thanë ato, po, atëherë thanë nuk do të votojmë. Thash, mos më votoni, për ju më e rëndësishme është, tha i kandidati tjetër na ka thënë do ta bëjmë rrugën. Thash, për ju më e rëndësishme është rruga. Mu mos më votoni. Njëri nga ato tha, shikoj, kandidati tjetër tha na ka thënë do të bëjë edhe teleferik nga Shkalla e Keqe. Është një, ju nuk e dini, po i bie me teleferik shkurt. Nuk e di vëlla, jo bën teleferikun, i thash, jo ato, po edhe unë do ta votoj. U bën zgjedhjet, unë nuk fitova. Shkoj prapë në 2013 atje. Ku është rruga? Ja, shkova prapë në atë rrugën e Keqe, ishin mbledh. Ku e kishin bërë? Më kishin prej edhe 100 atje. Edhe më thanë, deputet, do t'i marrësh gjithë votat ti. Jo, tha rrugën s'ne e boni, po s'ka ardhë momen a pa.